Ja kur I kthyen përsëri në studio tashmë me rubrikën Një javë raport, java në qytetit, do shkojmë në Sarandë këtë mëngjes, te një qytet kaq I bukur dhe I dashur. Siç është edhe Saranda, e duan të gjithë si qytet, por le të ndalemi më sot dhe të mësojmë se cilat janë disa prej zhvillimeve kryesore si ka nisur mëngjesi aty me kolegun dhe korrespondentin Thoma Nika. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Saranda. Besoj se Saranda sot do të jetë zgjuar e bukur apo jo? Sigurisht që e bukur. Ky sot më është një mëngjes tipik veror. Mbi Sarandë ka rënë qysh në orët e parë të mëngjesit një diell që shkëlqen, teksa reflekton në det. Është një nga ato ditët që Saranda I ka të shumta brenda 300 ditësit të ditëve diellore në vit dhe 300 orëve të tilla në muaj. E kjo sa I takon vështrimit klimatik, por përtej kësaj, qoftin e ngrohtë është me ndikim të fortë edhe për ngrohjen e klimës njerëzore, pasi sarandëtët nuk din të ndajnë veten nga ajo çfarë ofrojnë si fritës të atyre që ose kanë nisur të pushojnë, ose kanë filluar të mendojnë që pushimet e tyre të kësaj vere vetëm në Sarandë ose në Samil mund të jenë të paharrueshme. E optimizëm se kjo vjerë do të jetë e një prurje të rrallë turistike, japin edhe rezervimet që kanë nisur të shtohen javë pas jave në hotelet e Sarandës dhe Samil. Një indikator më vete që përforcon pritshmëritë për një sezon të mbarë janë vizitorët e shtuar dukshëm fundjavave të fundit. E pranvera sistin kalendarike është në ditët e saj të fundit, por çdo javë 3 muajve pranvera, ashtu si edhe kjo javë e fundit maj, ka patur prurjet e veta të atyre që kanë ardhur si vizitorë përpara se të vendosin të vinë këtu si pushues. Këtë javë Saranda ka qenë e preferuar edhe për organizime vizitarisht të ndryshme. Në pamje të parë ato duken pa lidhje me turizmin, por në thelb secila prej tyre është me ndikim jo vetëm atë që vjen në fokus, por edhe në promovimin e Sarandës si destinacion pushimit ku ia vlen të vish. Për faktin e thjeshtë se edhe përmirësimi I klimës sociale është investim për klimë më të mirë turistike. E kjo lidhje bëhet edhe me aktivitetin e një dite të hapur në komunitet, organizuar në një nga ditët e kësaj jave. Në fokus ishte informimi dhe sensibilizimi lidhur me shërbimin e kujdestarisë për fëmijët pa kujdes prindror, e do të nënvizoja faktin që kjo veprimtari troqi deri dhe vëmendjen e kalimtarëve të rastit, të cilët shprehin interes për të ditur më shumë lidhur me këtë shërbim. Dita e djeshme ka qenë një event me impakt jo vetëm në nevojën për të kthyer traditës, por edhe për të promovuar Sarandën në disa dimensione. Ata që bën emër dhe historinë e futbollit në dekadat që ikën, ishin sërish në fush, jam duke folur për edicionin e dytë të eventit futbollistik Legjendat në Sarandë, futbollistë veteranë të kombëtare selektive, veteranët e flamurtarit të Vlorës, ku spikat emri I Vasil Rucit edhe si ideator I këtij turi futbollistik, si dhe futbollistët e Butrindit ishin ata që zbritën në fush. Takimi I tyre, ashtu si edhe marsin e kaluar, që ishte edicioni I parë, krijuan emocione jo vetëm duke u ritakuar si personazhe të dikurshëm të futbollit, por edhe me riveshjen e paneleve të klubeve përkatëse dhe duke luajtur prapë futboll pavarësisht moshës. U shpreh shumë mirënjohje, u dhanë vlerësime dhe kupa 110 Bashkie e Sarandës, u shpërndan certifikata dhe medalion me logon e kësaj bashkie dhe u konfirmua vullneti që takimi I legjendave të kthehet në një traditë të përditshme në Sarandë. Ndërsa dita e sotme ka një po disa veprimtari të dedikuara për turizëm në Sarandë dhe në Samil. Do të veçoja tryezën me aktorët e turizmit që fokusohet në menaxhimin lokal të destinacioneve turistike për të ndikuar për një turizëm cilësor në Sarandë, referuar modeleve të ngjashme botërore dhe ku pritet që pjesëmarrësve t'u jepen sugjerime për destinacionin Saranda. Përveç kryetarëve të bashkive jugore, në këtë tryezë për turizmin, pritet që prezantimit t'i bashkohet edhe kreu I delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Luigi Soreka. Kjo e premte është shumë e veçantë për Sarandën, pasi është zgjedhur kjo ditë pikërisht pas ditës së saj për të bërë çeljen zyrtare të sezonit turistik ver 2021. Sipas burimeve bashkiake, më shumë se 6 orë prej mbrëmjes së 28 majit do t'i dedikohen veprimtarive celebruese për zyrtarizimin e çeljes së sezonit të ri turistik. Kjo ka ditë që duket me përkujdesjen për më shumë promocion që has në hapësirat publike, duke nisur nga posteri ftesë Eja në Sarandë, që të shfaqet qysa zbret qafën e gjashës, tek bërja familjar e sloganit Saranda 3D, diell dhe dashuri, tek imazhet e kartolinës vizive të ofertës turistike që publikohen në ledbollin e instaluar e të tjera. Mësohet se hapësira e shëtitore sëre prej limanit deri në fundin e plazhit të centralit do të jetë skema natyrale e këtyre festimeve. Do të ketë kavaleta me pikturat e ekspozitës më të fundit të Galerisë së Artit, ekspozitë fotografike me temë Saranda që kishin, që do të vendosen dhe vizitohen si atelje në natyrë.
bizneset ndërkohë do të promovojnë ofertën në 2021, si dhe do të publikohen pikat e interesit turistik, ndërkohë që skuadra Lifeguard do të demonstrojnë episode shpëtimi në plazhe. Terrëra e plazhit, pranë peizazhit të shezlongëve dhe çadrave, me shahisët e rinj do të organizohen simultane shahu me aktoren që ka luajtur te filmi 2 hermat, Florena Gjergji tashmë një shahiste e vërtet. E pritet që në ditën e qeljes së sezonit, kryetari Gurma, në praninë të ministrit Klosi, të ambasadorit Soreka e ambasadorëve të disa shteteve, të deputetëve të 25 prillit të biznesit vendas, është pa ambicien se Saranda do të jetë këtë vit lokomotiva e turizmit shqiptar, pasi projektohet jo vetëm arritja e treguesve të vitit 2019, por edhe përmirësimi i tyre. Gjithçka e përgatitur ishte kjo apo jo, Thoma? Po, kjo ishte gjithçka që kisha përgatitur për sot. Faleminderit dhe ju përshëndesim. Ditë mbarë. Edhe unë Përshëndesim, Thoma. Faleminderit, ju përshëndesim. Kemi mbyllur kështu këtë komunikim.